besoj ishit dëshmitar të edhe një vazhdimi të seancës konstituive, por pa sukses pra që të zhbllokohet procedura e konstituimit të kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë formimit edhe të qeverisë së re dhe vazhdimit të institucioneve të reja bazuar në legjislaturën e zgjedhur të prodhuar nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Besoj e pat edhe një herë pra që partitë të cilat po vazhdojnë ta bllokojnë konstituimin e kuvendit duke mos marrë pjesë në votim, ishin PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe. Ajo çfarë vlen thuhet, kësaj radhe është ajo që e pam, besoj ishit dëshmitar edhe ju, që edhe gjatë mbajtjes së 1 minuti heshtje, deputetët e Listës Serbe nuk u ngritën fare në këmbë pra për të respektuar ditën e dëshmorëve. Pra, po të varej prej neve, siç e kemi thënë edhe më herët, Lista Serbe nuk do të ishte fare në kuvend. Kur ne kemi kërkuar që të mos certifikohen si subjekt politik për zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk e kemi pasur mbështetjen e partive tjera. Pra, ata kanë munguar në atë seancë, duke pamundsuar kvorumin, pra për të votuar mos certifikimin e Listës Serbe. Dhe si pasojë e kësaj sot i kemi edhe në kuvend, pra një grup politik i cili nuk e pranon dhe nuk e njeh Republikën e Kosovës e për më tepër refuzon edhe të bëhet pjesë pra e nderimit të dëshmorëve të kombit me 1 minutë heshtje siç edhe e pam. Ne e kemi thënë pra, ata nuk e kanë vendin në kuvend, nuk do duhet të certifikoheshin e as më pak pra të kenë edhe funksione shtesë. Por në vazhdimsi e kemi pasur si opozita, nuk është se ka pasur fare problem, për më tepër opozita shihet që shumë më tepër e ka problem pra emrin e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, një deputete e cila në vazhdimsi pra ka qenë e zëshme kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kundër demarkacionit, kundër gjykatës speciale e shumë dëmeve tjera që janë votuar në këtë kuvend. Pra pikërisht nga këto parti që sot refuzojnë pra që ta mbështesin kryetaren Albulena Haxhiu. Ndërkaq në anën tjetër nuk kemi dëgjuar asgjë deri më sot për pozitën e nën kryetarit, për shembull që u takon edhe komuniteteve jo shumicë, këtë rast 2 nën kryetar, njëri për komunitetet jo shumicë jo serbe dhe një nën kryetar për komunitetin jo shumicë të komunitetit serb. Qëndrimi jo si lëvizje vendosi bashkërisht me partnerët pra Partinë Guxo dhe Alternativa është faktikisht se kësaj radhe kemi deputetë nga komuniteti jo shumicë serbe që vinë jashtë listës serbe, kësaj radhe më e pakta që mund të bëjmë, me qenë se nuk ishte e mundur pra që të mos certifikojnë, au pamundsua mos certifikimi dhe ju lejua listës serbe që të hyjë në kuvend, më e pakta që mund të bëjmë është që nën kryetari i kuvendit të Republikës Kosovës të mos zgjidhet nga ta. Pra qëndrimi i lëvizjes vendosje është që nën kryetari, me qenë se kemi deputet që vjen prej subjekteve tjera përveç listës serbe, në këtë rast është deputeti Nenad Drashić, propozimi jonë është që Nenad Drashić të përfaqësojë komunitetin serb dhe nën kryetari të mos vijë nga lista serbe. Ftojmë deputetët e opozitës që në vend se të kundërshtojnë pra Albulena Haxhiu, emrin e Albulena Haxhiut për kryetaret të kuvendit, të na bashkohen që spaku të sigurohemi që nën kryetari nuk vjen nga lista serbe. Ky pra është qëndrimi jonë. Për këtë arsye kemi insistuar që të ketë edhe paketë të marrëveshjes për emrin e kryetarit dhe nën kryetarëve që të dakordohemi për të gjithë nën kryetarët. Pra të sigurohemi që nuk zgjedhet dikush që nuk e pranon shtetin Republikën e Kosovës si të vetin dhe që duhet ta mbrojë. E pat që vullneti i deputetit po vazhdon të ndrydhet përmes insistimit në votim të hapur, ne kemi kërkuar që të gjejmë një rrugë zgjidhje nga kjo. Pra votimi i fshehtë është një mënyrë kushtetuese se si dilet nga situata, por po i shohim që partitë opozitare vazhdojnë të mos u besojnë deputetëve të tyre. Ftojmë edhe një herë të gjithë deputetët që ta mbështesin këtë proces, të zhbllokohet procedura dhe të vazhdojmë tutje me konstituimin e kuvendit. A jeni duke përshkruar siç më thotë opozita pro tek çështja e kërkesës suaj për shpërndarjen e deputetëve, sepse kjo duhet që nga opozita që të jemi të bërë shkelja dhe është një fakt edhe në ose paragrafi 124, paragrafi 127, 128 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që specifikon që thotë se për të dalë nga situata, për të mundësuar ushtrimin e vullnetit të lirë të secilit deputet,
mund të votohet në mënyrë të hapur, në mënyrë të fshehur, apo edhe në ndonjë mënyrë të cilën pra mund të ketë dakordim mes partive politike që marrin pjesë në kuvend. Dhe asesi s'ka të bëjë me shkelje. Pra, ne çfarë po propozojmë e që jemi të vetmit që në vazhdimsi propozojmë mënyra se si dilet nga situata, ndërka që partitë opozitare janë ata që në vazhdimsi gjejnë arsye për të mos dalë nga kjo bllokat, ne po propozojmë një mënyrë si të ecet tutje, pra që deputetët të ushtrojnë vullnetin e lirë. S'ka fare të bëj kjo me autoritarizëm siç po pretendohet, madje është e kundërta. Në situata autoritare kërkohet votim me aklamacion, ku duhet sigurohet që secili ta di për kë ka votuar. Dhe pastaj nëse dikush del prej vizë partijake të ndëshkohet. Këtë rast ne po kërkojmë që secili deputet ta ushtrojë vullnetin e lirë në mënyrë individuale, pra duke votuar përmes një procesi të votimit të fshehtë. Pra s'bët fjalë për shkelje, për më tepër e keni dëgjuar herën e kaluar, zëvendës kryeministrja Donika Gërvalla e ka cekur që nëse ata me të vërtet mendojnë që është shkelje, le ta kalojmë këtë proces. 10 deputet mund ta dërgojnë çështjen në gjykatë kushtetuese dhe le ta vlerësojë gjykata kushtetuese nëse është shkelje apo jo. Por mos të bllokohemi këtu. Mos të bllokohemi këtu. Pra, nëse ata nuk duan si subjekte, e kemi votimin e fshehtë. Pra, le të kaloj përmes votimit të fshehtë, asnjë subjekt politik nuk mund të akuzohet që ka shkel kushtetutën, kalon votimi dhe le dërgohet çështja në gjykatë kushtetuese. Po fakti që ata s'dojnë fare me marrë pjesë, tregon që nuk janë të interesuar për me zhblloku procesin përkundrazi. Zotri Murati, nevojitën 2/3 e komuniteteve për votimin e nënkretarëve serb, siç ishte kjo. Ju e caktuar në kushtetues, po 2/3 e komuniteteve. Që nuk kuptojnë që duhet gjithçysh me votuar atë listë serbe. Lexojeni edhe një. Spaku, çdo deri tash është interpretuar se kanë ndryshuar kushtetuta atëherë. Lexojeni edhe. Në rregull. Si mund të votohet në mënyrë të fshehtë për nënkretarët kur nevojitën 2/3 e komuniteteve për nënkretarët. Lexoj edhe një. Dhe e dyta, a është pak e turpshme të akuzohet vazhdimisht opozita për bashkëpunim me listën serbe, kur dihet që pikërisht për ligjin për veteranët keni bashkëpunuar, madje keni diskutuar për këtë çështje me jo kryetarin formal të partisë, por legjitim, por me Milan Radojčićin. Ju vetë, thotë. Kjo është e pasakt. Kjo është e pasakt, ndërkaq nëse është cili ishte konstatimi çka është e turpshme? A është pak e turpshme këto akuzat të hidhen vazhdimisht? A janë të vërteta? A janë të vërteta? A keni fakte? Po faktet janë. Atë faktet kanë qenë edhe për juve që keni bashkëpunuar me listën serbe pikërisht për ligjin për veteranë. E pasakt, e pa vërtet, është sqaru, kjo çështje është sqaru. Kjo çështje është sqaru, ajo është e pavërtet. Ndërsa kjo që po thoni, a janë të turpshme akuzat, unë po i pyes, a janë të sakta? Akuzat është i sakt konstatimi që deputetët e opozitës në koordinim edhe me deputetët e listës serbe, pra nuk po marrin pjesë në votim dhe po e pamundsojnë konstituimin e kuvendit. Për më tepër, është e sakt që mos pjesëmarrja e përfaqësuesve në KQZ të PDK, LDK dhe AK e ka mundësu që lista serbe sot të garoj, pra të certifikohet dhe të garoj si subjekt e tash të kene dhe ulse në kuvend. A është e sakt kjo? Prandaj cilësimet subjektive, ju lutem leni anash, le të flasim për fakte. U pajtuat, pra gjithë pajtohemi që gjitha këto që i thash janë fakte dhe të sakta. Koalicionin me LDK, pse mos ta bëjmë? A mund na shpjegoni pse kjo tentativë radhës për serimin e LDK-n, edhe po ashtu nga LDK kanë kërkuar që Kurti me këtë falje për gjyqën që ka shkuar gjatë fushatës, si parakosh ndoshta i vetë që pas një besim edhe bashkëpunime pas partive politike. A kërkon Kurti edhe vendosje falje për gjyqën që ka shkuar ndaj Çështja e ftesave dhe ftesës për bashkëpunim, pra ekziston në vazhdimsi, ne kemi thënë që nga fillimi, që jemi të hapur për diskutim, për bashkëpunim. Kemi parë që dy ftesat të kuvend, pra janë edhe kufuar. S'ka pas pjesëmarrje as të takim. Kësaj radhe, pra për faktin që ka pas deputet nga LDK që janë deklaruar se për pasur një bashkëpunim të tillë nuk mjafton vetëm konstituimi i kuvendit, por duhet të ketë një dakordim politik,
ka jetë pra edhe ftesa e Kryeministrit Kurtit dhe pra Lumira Vizhikut, që në këtë rast ftojmë për diskutu për bashkëpunim politik në mënyrën siç ata po pretendojnë dhe po shohin se në qoftë se mënyra tjera të pamundshme, ne jemi të gatshëm, pra si vidus të zgjedhjeve, na takon dhe jemi të gatshëm që të gjejmë mënyra. Por ajo çfarë kemi pa deri më tani, e shpresoj që do të ndryshoj, është që të ketë gatishmëri edhe nga subjektet tjera pra për të konstituuar guvernën dhe për të formuar institucionet. Ftesa është mbi bazën e asaj çfarë kanë deklaruar vetë përfaqësuesit e subjektit Lidhja Demokratike e Kosovës, pra që kërkojnë një marrëveshje politike. Këtë rast, për këtë edhe ka ftuar Kryeministri Kurti, pra që të ketë një diskutim për një marrëveshje politike. A jeni të gatshëm si vendosje në rast se në një marrëveshje politike opozita pranon të votojë për vendosjen që do udhëheqë qeverinë dhe një afat të caktuar, për shembull deri në zgjedhjen e presidentës, deri në pranverën e ardhshme, që vendosja të udhëheqë me qeverinë deri në pranverën e ardhshme si marrëveshje politike për një qeverisje më të vogël ta quajë ashtu një rregull. Nuk mund të jap shpjegimin apo përgjigje në situata të tilla hipotetike, sepse siç e dini, edhe marrëveshjet politike, gjitha dakordimet vendosen në organet e partisë, pra është kryesia dhe Këshilli i Përgjithshëm që jep vullën finale për çdo marrëveshje. Edhe në këtë video Besoj që gjuha në vazhdimsi e mësë paku nga ne, që në ashpër, por që të kaluarën kemi pa që këto çështje të kaluar. Kur ka vullnet që të mos përdoren vetëm si pretekst, që të mos marrëveshje, janë të kaluar. E një gashme nuk u folë me se kaluar. Shpikja edhe një pyetje. Në një jetër të tillë për mundësi që bashkë me bo qeverinë, nëse e refuzon Abdigjiku, a kemi adërgu PDP-s në këtë rast në presë? Nuk besoj që do të ketë një letër. Po presim një herë çfarë do të ketë përgjigja, me qenë se nuk i kemi ende përgjigjen, pastaj do të diskutojmë në kuadër të organeve të subjektit që kemi, në kuadër të grupit parlamentar edhe të kryesisë së kuvendit. Përgjithsesi, opsionet janë këto, ose duhet gjejmë një mënyrë si të ecim përpara, ose opsionet tjera pra dihet që janë që mund të ketë edhe një dakordim për konstituim, pastaj shpërndarje të kuvendit për të shkuar. Nëse LDK kërkon kërkim falje, kulturën që keni përdorur fushazë për Iraki, që me vazhdu bashkëpunimin në bazë të kësaj letre, a kërkon falje për të pretendosur? Unë mendoj që ka shumë çështje të rëndësishme sesa preteksti për disa fjalë apo për një fjalë të vetme për individ të caktuar që të bllokohet konstituimi i institucioneve të vendit. Siç e thash, nëse duam të hyjmë asaj rruge, ka shumë deputet në këtë kuvend që kanë bërë shkelje shumë të rënda, e ofensive shumë të rënda, mirë po për konstituim të kuvendit, për të kalim të kësaj situate të zhbllokimit, ne jemi të interesuar që të ketë një dakordim, një konsensus se si të lëvizet përpara, sepse e dini që edhe qytetarët janë lodhur me këto seanca të vazhdueshme, ku në vazhdimsi ka bllokim, ne në vazhdimsi ofrojmë opsione mundësi, por ja që në vazhdimsi ose janë refuzuar ose ka pas bllokim. Shpresoj që kësaj radhe të ketë reflektim në mënyrë që të mund të lëvizim. Zdimroti, ftesët të koalicionit LDK në arsyetu nga ose LDK-s kanë pasur për qeveria për marrëveshje politike. Shfaqet se janë dhe në pozorët e nejo, asnjë ndërhyrje nuk ka thonë që do të marrëveshje politike po me neve. Ka thonë se do të marrëveshje politike po janë në rrjedhë në parti tjera që ne kemi me to. E dyta e faqe proces. E dyta është përgjigjeni për ta. Jo, Mund të presim tjetër. nuk ka shaqë me dijen time nuk ka thënë. E dyta se për listën serbe, thotë se nga ish partit opozitorës ka pasur vullnet që me pamundësuar certifikimin e tyre. Në janar vitit 2024 4 muaj pas sundit terrorizëm bojës, a janë gjatë të vendosës që në Komisionin Shëndetësor të Zgjedhjeve kanë notifikuar që lista serbe me ndonë 360.000. Çështja e ndarjes së fondeve është çështje që rregullohet në kuadër të ligjit për gjitha subjektet. Pra nuk mund të veçohet një subjekt i veçantë. Ndërkaq në rastin konkret, pra është faktike që lëvizja vetvendosje ka kërkuar që lista serbe të mos certifikohet për të garuar në zgjedhje. Dhe po besoj që nëse i shohim praktika të ndryshme në Bashkimin Evropian madje, nuk ka qenë kërkesë
e jashtëzakonshme apo ndonjë kërkesë arbitrare. Ne po shohim që ka në vazhdimsi që vetë gjykatat apo edhe institucione tjera, instanca tjera, në këtë rast ne kemi KQZ-n si instancë që vlerëson certifikimin ose jo të një subjekti politik, kanë ndaluar madje ose garimin ose ua kanë marrë mandatet deputetëve të cilët pra kanë treguar shenja armiqësore ndaj rendit kushtetues të vendit. Pra këtë e kemi kërkuar ne, fatkeqësisht nuk është mbështetur sa di kemi në kuvend, por më e pakta që mund të bëjmë tash, e që kërkojmë edhe nga partitë opozitare, është në vend se ta kundërshtojnë Albulena Haxhiun për postin e kryetares, mirë do të ishte të na bashkohen që të sigurohemi që nën kryetari nga komuniteti serb të jetë Nenad Drashić e jo ndonjë antar i listës serbe. E pom lista serbe nuk e respektoj 1 minutë vjeshtje për ditën e dëshmuarve, si shihni këtë veprim. Po ne thash, është veprim i turpshëm, është veprim që nuk do duhet të ndodhte për fakti që ju është mundësuar që të garojnë, duke e ditur se çfarë përfaqësojnë, çfarë qëndrime dhe çfarë mendime, besoj që ka qenë mund të jetë edhe e pritshme. Por neve çka na takon është që të sigurohemi që nën kryetari pra nuk vjen nga ta, por përfaqësuesi i komunitetit serb të jetë zotëria Nenad Drashić. Propozimi i kryeministrit në detyrë është kryetari të vetëvendosjes në këtë rast është për koalicion me LDK dhe pse po shkruhet në këtë letër se përjashtohet, pra nuk ka koalicion vetëvendosje PDK kësaj here. Po besoj nëse letra është publiku, se nuk jam tash me qenë se 2 gazetar radhazi ju referuan, besoj që mund të shihni qartë se për çka është ftesa dhe për çka janë ftuar. Unë vetëm ju referova asaj se si ka ardhur deri te kjo ftesë. Pra deri te kjo ftesë kemi ardhur për shkak se kemi pa që në pamundësi të konstituimit të kuvendit, në pamundësi që të arrihet një dakordim, pra fillimisht për konstituim të kuvendit, pra atë që e kam quajtur në një shkrim edhe si koalicioni konstituiv, që do duhet të përbëjnë nga 3 subjektet më të mëdha që rezultojnë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kemi pa që ka refuzim për një dakordim të tillë, nuk jemi të interesuar pra që të vazhdojmë me këtë situatë, po ofrojmë edhe një mundësi tjetër për zhbllokim, me qenë se ka subjektin këtë rast si LDK-ja që ka thënë që duhet një marrëveshje politike për të lëvizur përpara, përveç se për koalicion konstituiv, duan një marrëveshje gjithë përfshirëse, ka rrjedh edhe si rezultat oferta apo letra në këtë rast e kryeministrit Kurti, në mënyrë që të ftohen dhe të gjendet një rrugë përpara. Besoj që pyetjeve të tilla mund të përgjigjen vetë qytetarët se çfarë preferojnë. Ne jemi të interesuar për zhblloku procesin, në vazhdimsi, pra prej datës 15 prill kemi ofruar mundësi propozime për dalë nga situata e bllokadës. Shpresojmë që edhe kjo, pra të mos e ketë fatin e njëjtë që të refuzohet nga opozita dhe të vazhdon bllokada. Pra ne jemi subjekti i cili në vazhdimsi ka ofruar mundësi për të zhblloku procesin. Hajvanatin edhe me gjithë në zgjidhje, se ju referut edhe deputetët një po është fjalla e një kryetari, një kryeministri që është dalë në ka qenë, e që ka ofruar tërë. E pasakt, e pavërtit. Ka thonë hajvanat dhe hajvanat, si e pasakt. E pavërtit dhe pasakt kur thoni tërë opozitën. Nëse ka pas persona, nëse e lexoni sakt, këtë sqarim e dha zonja Gërvalla Shfarc, herën e kaluar, nëse i referoni sakt citatit, aty thuhet që personat të cilët premtojnë buxhet më të lartë se GDP-ja, pra nuk kanë sens ekonomik, personat që premtojnë shumë fish miliarda më shumë investime kapitale se sa buxheti pastaj, edhe ata nuk mund të quhen ndoshta ekonomikisht me sens. Mund të diskutojmë për subjektivitetin e frazës, por gjithsesi që premtimet të tilla nuk do duhet të ishin pjesë e fushatës. Por një gjë e tillë, unë po besoj që duhet ta presim përgjigjen e
subjektit, këtë rast LDK, atyre që është drejtuar ftesa, dhe pastaj të shohim se si lëvizim tutje. Zotmërotin, pyetjen e parë një përgjigje. Kush prej LDK-s ka thënë që duan marrëveshje politike? Unë nuk e di dikon Kanë qenë deklarata publike, besoj, të disa deputet, dhe më shumë se një, kanë qenë deklarata publike, besoj ju si media mund të t'i keni arkivat. Ne kemi dëgjuar të kundërtën nga disa deputet të LDK-s, po mund t'i pyesni ata, ndoshta mund t'i pyesni në media publike kanë qenë deklarata, por pra po e them, kemi një situatë të re, ku është dërguar një ftesë, pra që të ketë një bashkëpunim dhe marrëveshje politike, ashtu siç është kërkuar, për zhbllokim, konstituim të kuvendit dhe formim edhe të qeverisë. Dhe kjo marrëveshje, kjo ftesë realisht duhet fillimisht të ketë një përgjigje që pastaj shohim se si lëvizim tutje.